Përshëndetje, jemi në Sohodol. Sohodolli, siç e kam quajtur, është vendi qeshive, është fshati më i bukur në Shqipëri dhe që ka qeshi më shumë se çdo fshat tjetër ose qytet tjetër në Shqipëri. Fshati Sohodol zakonisht është i plotësuar me bujqësi, por i përkushtuar totalisht është në frutikulturë. Frutikulturën ka pikë të dobët dhe të ardhurat kryesore vjen nga frutikultura. Tash për pak ditë presim të vazhdojmë vjedhjen e qeshisë dhe shpresojmë që ky vit të jetë i parë, pavarësisht se koha është shumë e përshtatshme këto ditë, por këto janë punë të Zotit. Ne kemi bërë gjithçka kushtim që të bëjmë një mall cilësor. Siç e shihni dhe vetë qeshitja fantastike që Sohodolli i shihni dhe verë dhe videot në vazhdim, si që është një varietet me i vonë, por është shumë cilësore. Është një parcel e konsiderueshme këtu, totalisht me sistem mbaditje dhe gjithçka, dhe si që shihni vetë do t'i ndishin video gjithë fshatin e Sohodollit dhe në përgjithësi parcelat e qeshive. Këtu jemi me një parcel timën, jemi në 700 metra lartësi mbi nivelin e detit. Këto parcele kam shumicën qeshi, kam dhe fruta tjerë, po qeshia ka klimën më të përshtatshme në gjithë zonën e Dibrës, është e shumë e përshtatshme dhe bëhet pafund tepër e shijshme. Ne jemi të fokusuar ke qeshia, sepse qeshia është më fitimprurse nga gjithë frutat e tjerë që kemi në baqen tonë. Dhe sepse prodhimi i saj brenda muajit mbaron punë dhe një sezon i thatë nuk e ka shumë problem qeshia, sepse ti e ke marrë rezultatin e frutit dhe ka një periudhë më të shkurtë se prem frutore, për shembull unë kam dhe mollë, po ka shumë punë duke krahasuar me qeshi. Prandaj unë ja kumlon se i gjithë fshati jonë është fokusuar ke qeshia dhe e quaj Sohodolli fshati i qeshive, i cili ka më shumë në gjithë shqiptarin qeshi, më shumë se kudo tjetër. Dhe si që shihni vetë, jemi në fazën e pjekjes, kanë vazhdu varietete, dhe shpresojmë të jetë një sezon i mbarë. I kemi pastruar dhe palnat e këto, do i heqim, se i mbajmë për baktim, po do të vazhdojmë, i kemi bërë gati dhe për vjedhjen. Si që shih dhe vetë. Kemi një qeshi super, nuk është pjek akoma. Kjo të shi për 3-4 ditë do arrit të shkojnë në treg.
po është fantastike. Çapë, pa. Shizo. Ka një ngarkesë totale që ta pen këtë vit. Është një i prodhim dhe që shia është vetë nga pamja është magjike, është shumë e bukur, edhe është puti parë të del për sezonin edhe e quaj që shia frut magjik. Shive, është për të e bukur, ka provim. Mbarë duhet mbajt me graba, i themi ne kështë që në grab, sepse këta janë treja dhe ferë. Shive qareve është sot, me qose nuk i mbrojnë pak ato ferë, her pas herë.